Kanali është mbaru komplet. Do thonë nga aty ka ardhur drejt tek këtu. Dhe pastaj pjesa tjetër është nga këtu deri taj muri aty, pavarësisht se kam mbeturina kështu, është mbuluar me mbeturina. Që ditën e hëndet martën të pastrohet veni komplet me makineri. Dhe pastaj kjo është gati për të vallxhiun. Më thëmë vjetë vallxhiu dhe fillo muri nga atje, dhe jetë mur nga atje. Të gjyre deri këtu, këtu do ketë një kthejës. Dhe jetë muri vogël deri këtu, pastaj do jetë derë komplet nga atje deri këtu. Atëre, për pas një ide më të mirë, kjo shtëpia, si me thonë, do të ketë, do shemet ky muri komplet. Dhe do vendoset një shinj hekër nga aty deri tek ky muri që do bëhet tu vallxhiu, domethënë. Ditën e mërkurës së tejtit ka mundësi të fillojë muri. Një shinj hekër nga aty, këtu, edhe një shinj tjetër nga këtu deri atje në fund, që të rrije shtëpia, domethënë si për hekërt. Kjo është kopshti. Ndërsa pjesa aty deri te aty një shinj hekër nga aty në sep, deri aty në sep që të marrë pjesën sipër, sepse kjo pjesë e murit do shemet komplet. Që bëhet në formë dere, domethënë që të hysh te kjo shtesa që do bëjmë ne. Që shikna në videot e tjera, mirupafshim.